Dashuria politike midis Vladimir Putinit dhe Aleksandr Vučićit është padyshim në krizë, nëse nuk ndërpritet fare. Ka shumë dallime në interesat politike për momentin. Statusi i regjimit të Vučićit është shumë i ulët në perëndim. E tëra çfarë po bën ai tani është ta ndryshojë këtë. Kjo është arsyeja pse municionet dhe predhat për Ukrainën thuhet se po kalojnë përmes Bullgarisë. Përveç kësaj, intensiteti i marrëdhënieve shtetërore midis Serbisë dhe Rusisë po dobësohet gjithnjë dhe më shumë. Kështu deklaroi për median serbe Danas Zarko Korać, profesor i Fakultetit të Filozofisë në Beograd. Nga ana tjetër, analisti i politikës së jashtme Boshko Jakšić deklaroi se me një diplomaci dhe akrobaci të tillë, Serbia nuk do të vonojë të përfundojë nën Rogoz, kështu që nuk është për t'u habitur që Serbia nuk ka më asnjë aleat të sinqert, as në lindje dhe as në perëndim. Nga ana tjetër, Nebojša Vujović, ish ambasador i Serbisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kujtoi deklaratën e presidentit serb Aleksandr Vučić se ai do të fshihet në ndonjë shpellë derisa të kalojnë problemet aktuale globale. Por ata që e njohin mirë presidentin amerikan nuk ka fustane nën të cilën mund të fshihet Vučići për t'i shpëtuar gjykimit të Donald Trump. Vučić mendon se nëse Trump humben luftën në Girin Persik, Serbia dele fituar me shokët Xi Jinping dhe Vladimir Putin. Pra sipas Vučićit, ai do të mbetet një profet i pamposhtur dhe kariket e tij të lojrave diplomatike mund të rrotullohen përsëri, potencoi Nebojša Vujović.